Një nga shtyllat e Islamit është vizita e Qabës në kohë të caktuar, në ditë të caktuar, dhe kanë mbetur pak ditë që të hyjnë ditët e Dhil-Hijjes, ditët me vlerën më të madhe gjatë vitit. Ajo çka e karakterizon Haxhillakun është një shprehje fuqishme që ngërthen në vetë vlera të mëdha. Qartësim të madh që duhet ketë besimtari në bindje dhe në vepër. Tauhidin e pastër. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bë obligative për ata të cilët kanë mundësi Haxhillakun njëherë gjatë jetës. Përderisa namazin e kemi obligim deri në frymarrjen e fundit, përderisa jemi mendërisht të shëndosh, jemi musliman, deri në çastet e fundit namazi mbetet obligim, ku askush nuk mund të justifikohet përveç atij që i ka ikur mendja. Tërsa agjërimin e kemi obligim një herë gjatë vitit. Ata që kanë mundësi dhe vizita e Qabës, vendit më të dashur, me i bekuar, El-Ka'betul Musharrafa, të cilin e ka ndërtuar Ebul Anbiya, Ibrahimi alayhis salam, i cili ka ardhur nga Palestina, e ka vendosur djalin Ismailin me bashortën e tij Haxherën dhe ka bë dua për këtë vend bekuar. Pasi i ka braktisur: Rabbi ij'al hadha baladan aminan, o Allah, bëre këtë vend bekuar, sigurt, dhe furnizoje me të mirat e tua. Dietarët e përmendin që e para që ka bë dua Ibrahimi ka qenë që me bë vend sigurt, pastaj me furnizu me të mirat. Dhe vetëm se bekimi ati vendi është shfaqur me njëherë pas shfaqjes së ujit të Zemzemit. Të dashur besimtar, Allahu subhanahu wa ta'ala i thret besimtarët anë kënd botës, pa dallim ngjyre, pa dallim vendi, kontinenti, pa dallim se çfarë nacionaliteti janë ata, të gjithë i thret mi u përgjigj ftesës së Allahut. Ja ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. O ju të cilët keni besuar, përgjigjuni ftesës së Allahut dhe të dërguarit e tij kur ju thret, sepse ajo ju ngjall në të gjitha aspektet, ju jap iman, besim, të mira në dunja në ahiret. Përgjigja vjen nga ata që besojnë Allahun, besojnë ditën e gjykimit, besojnë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe përgjigja është me vepër, por ajo çka e zbukuron dhe qartëson orientimin e qartë besimtarit është këto fjalë madhështore, ku haxhilerët të gjithë të bohen dhe thonë një fjalë: Labbaik Allahumma labbaik, të përgjigjem ty o Allah, më të vërtet përgjigjem ty o Zoti ynë. Pra thirrja, ftesa është nga Allahu. Kush i thret që ti përgjigjen Allahut, ai Allahu që ta ka dhënë evladin, jetën, vdekjen, xhenetin,
të mirat e dunjas të ahiretit, shëndetit. Pra njeriu duhet sakrifikoj çdo gjë që t'i përgjigjet ftesës së Allahut. E mos bi prej e mendje lehtëve të cilët e kanë dunjan vetëm për argëtim, s'kan një cak të arsyeshëm, të logjikshëm dunjas pos shfrenimit. Dhe ju duket çdo investim këtë dunja i logjikshëm pos haxhit. Prandaj kush thret Allahu, ja ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O njeri, po ç'shtyn ty që të kundërshtosh, devjosh nga rruga e Zotit tënd i cili është më bujari, alladhi khalaqaka, ai që të krijoi ty, fasawaka, ai që të ndërtoi të japi trajtën formën, fa'adalak, të bëri njeri, fi ayi suratin ma sha'a rakkabak, që dha pamjen më të mirë, mesin e të gjitha krijesave. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, e kemi krijuar njeriu në formën më të bukur. Pra njeriu jeton mesin e shpezëve, shtazëve, kafshëve, bagëtive, që nuk din të flasin, nuk logjikojnë, jetojnë vetëm për të mbushur stomakun, po jo njeriu, jo besimtari. Edhe ana e jashtme, e mbrëmshme, zemra, logjika, të gjitha duhet dallohen. E besimtari i përgjigjet, lebejk Allahume lebejk, të përgjigjem ty o Allah. Pastaj vjen një fjalë e fuqishme, lebejk e la sharike leke lebejk. Të përgjigjem ty o Allah që ti je i pashoq. Pra, ashtu si që je i vetmi krijues, ashtu si që je i vetmi furnizues, mbajtësi gjithësisë, posedon emra të bukur, atribute, cilësi të përsosura. La sharika lak, ne nuk të bëjmë shok ty, ne nuk adhurojmë tyrbe, teqe, varre, ne nuk adhurojmë Isajin, ne nuk adhurojmë asnjë njeri, ne nuk adhurojmë gurët, hënën, diellin. La sharika lak. Pra vim me trup, me bindje, me shpirt, me ibadet, ky haxh, agjërim, namaz. La sharika lak. Vetëm ty o Allah. Ai që ka zbrit shiun, që ka bë tokën të shesht, që nxjerr nga kjo tokë fruta të ndryshme. Fala taj'alu lillahi andada. Mos i bëni shok Allahut. Inma ka'annam ata që i bën shok Allahut. Innahu man yushrik billah. Ata që i bën shok Allahut ka'annama kharra min as-sama. Ngjason sikur njeriu që bie nga qielli, fatakhtafahu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Dhe po thuaj se të soptojnë zogjët edhe e hedhin në një vend të largët, e merr era. Kështu është ai njeri që nuk ka tauhid pastër, nuk ka adhurim të pastër, e shoqëron në adhurim dikë tjetër, pos Allahut. Prandaj çelësi i xhenetit është la ilaha illallah. Nuk është çështja haxhit vetëm me vizitu Qabën, po kanë urtësi të mëdha. Pra, fjala e parë që e themi në atë vend të bekuar, lebejk Allahume lebejk, t'ju kemi përgjigjur ftesës tënde o Zoti ynë. Lebejk la sharika laka lebejk. Pra, vetëm ty o Allah ne të adhurojmë, nuk të bëjmë shok ty. Innal hamda, ty të falenderojmë. Të gjitha lavdatat, sepse ai meriton që të lavdrohet. Ai është i pari pa fillim, i fundit pa mbarim. Ai që nuk ka lindur bir, askush nuk është i barabartë mbi sundimin e tij. Ai mban qejt dhe tokën pa ndihmën e askujt. Ai e ngjall të vdekurin e vdes të gjallin. Ai e gjallëron tokën pas shkretirës, pasi që të bëhet shkret. Allahu është ai i cili e lëviz diellin dhe hënën, e mban qiellin pa shtylla, i mban detrat që të mos e fundosin tokën.
Ai që krijoi njeriu prej një pike gjaku. Innal hamda. Pra ty të gjitha lavdatat takojnë. Për këtë është urtësi që kur ecim në përmale të mëdhaja të themi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pra Allahu është më i madhi. Kur i thrasim njerëzit namaz, e themi fjalën e parë Allahu Akbar, Allahu është më i madhi. Kur e bëjmë therrin e kurbanit, themi Allahu Akbar. Kur e bëjmë tavafin, themi Bismillah, Allahu Akbar. Pra më i madhi. Ai cili është i gjallë, i përjetshëm dhe nuk vdes kurrë. Allahu la ilaha illa hu. Allahu është i vetmi i cili meriton që të adhurohet. Ajeti më i fuqishëm Kur'an, me përmbajtjen më të fuqishme që përshkruan Allahun. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. As nuk e zan gjumi as koti asnjëherë. El-Qayyum, mbajtësi i gjithësisë, El-Hayy, i gjallë, i përjetshëm. Innal hamda wan ni'mata. Pra tërë falënderimet takojnë t'jo Zoti ynë. A nuk kemi në rrugën e drejtë që 5 herë ditë i bim në sejdë Allahut? A nuk kemi në rrugën e drejtë që sakrifikojmë një herë gjatë jetës? Përderisa gjitha këto të mira ne ka dhënë Allahu mos me e kry haxhin. A nuk kemi në rrugën e drejtë që një herë gjatë vitit bëjmë agjërim? Sigurisht që po. Përderisa gjitha këto të mira ti ka dhënë Allahu i madhruar, dhe njerëzit vinë dhe me arrogancë thojnë ne e lusim Zotin vetëm gjuhën shqipe. Nuk është se ai shfaq dashuri për gjuhën shqipe, por këtu tregon urrejtje për Islamin. Tregon urrejtje për fenë e Allahut. Sepse i ka mbetur historia që e ka mësuar nga sistemi imunist. Kur të është çështja e agjërimi, kur të është çështja e haxhi, kur të është çështja e xhamit, që janë vlerat më të rëndësishme të jetës sate. Në varr, pyetja që do të bëhet është men rabbuk, kush është Zoti yt? Pra nuk pyetesh ti çfarë gjuhë, po të pyetesh men rabbuk, kush është Zoti yt që i ka krijuar të gjitha gjuhat, por ka zbritur Kur'anin gjuhën arabe për me sfiduar atë botë, oratorët më të fuqishëm të asaj bote. Por këtë ka zbrit me një urtësi të madhe në gjuhën arabe për të gjithë njerëzit. Pra innal hamda wan ni'mata, pra të gjitha falënderimet, mirësit janë tuat për ty o Zoti ynë. Labbaik la sharika lak labbaik. Pastaj ripërsëritet kjo thënie, edhe vulloset edhe njëherë çështja e besimit, se ne haxhin e bëjmë sinqerisht për ty o Zoti ynë, nuk të bëjmë shok. Prandaj ka dritë më të madhe se sa Islami. Në të gjitha pjesët, ligjshmëritë e Islamit, qoftë haxh, aty nuk ka dallim mes arabit dhe jo arabit, shqiptarit dhe francezit. Illa bit taqwa, përveç se me devotshmëri haxhi lamtëmirës i fundit pejgamberi alayhis salatu wassalam ju ka qartësuar arabëve, juve që ju ka zbritur Islami, nëse nuk ecnin këtë rrugë, la fadla bejna arabin wala ajami. Nuk ka dallim mes arabit dhe jo arabit. Illa bit taqwa, përveç se me devotshmëri. Libri i dytë pas Kur'anit, libri më i saktë pas Kur'anit është Sahihul Bukhari. Imam al-Bukhari nuk ka qenë arab. Imam Muslimi nuk ka qenë arab. Sejfuddin Kutuzi, i cili mposhti holakun dhe ushtrinë e tij, tatarët, nuk ka qenë arab. Imam al-Albani që ka fluar dunjaja me saktësimin e haditheve, kontributin e tij të madh në hadith, nuk ka qenë arab. Prandaj illa bit taqwa, haxhi jap mësim të madh që nuk ka dallim mes njerëzve në bazë racës, por në bazë besimit dhe devotshmërisë. Lutim Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që të na mundsoj që t'i kryjmë shtyllat e Islamit, ata që ja u ka mundsuar Allahu që të përgatiten dhe të nisën për haxh. Allahu t'ja u pastrojë jetën, sinqeritetin dhe t'ja u pranoj haxhin.
e atyre të cilëve ende nuk kanë mundësi, Allahu t'ja u mundsoj që të përgatiten për haxhin e ardhshëm dhe ta kryjnë këtë obligim. Dhe vepra më e mirë është atëherë kur njeriu ka shëndetin e mirë. Pra është më i ri. Është traditë vendin tonë që ka mosha e pleqërisë, po kjo është traditë e gabuar, sepse aq më i fuqishëm je, aq më shumë haxhi, aq më shumë ibadetet kryhet në mënyrë më të mirë. Për këtë edhe për femrat është përmend që është xhihadi i tyre, sepse është sakrificë haxhi, pavarësisht përgatitjeve të mira që mund të bëhen atje, është numri i madh, është ai i cili ta vështirëson. Prandaj mosha e re është mosha më e mirë me kry haxhin, sepse aty është pjesë që të rikthen dhe të forcon çështjen e besimit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa fastaghfiruhu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiki wa imtinani. Falenderoj Allahun, salavat dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam. Të dashur besimtar, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Khudhu anni manasikakum." Haxhin kryeni sipas asaj që ja u kam mësuar unë. Pra, më shikoni mua. Dhe këtu ka një mësim të dytë që është thelbësor. Pra, të parën e mësum që mos mi bëj shok Allahut, që të mos ne asgjësohen veprat. Po nëse ne kemi sinqeritetin e pastër, e kemi bindjen e pastër dhe nuk i bëjmë shok Allahut, krejtësisht sinqerisht, po nëse nuk i kryjmë rregullat sipas sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam, prap neve na shfuqizohen veprat. Prandaj, shtylla e parë është çdo vepër të bëhet sinqerisht për Allahun, pa i bësh shok, pa i bësh shirk, pa pas sy e falsi, dhe e dyta është me qenë i përpikt, me i pasu hapat e pejgamberit alayhi salatu wassalam, jo vetëm çështjet haxhit, po të agjërimit, të faljes namazit. Khudhu anni manasikakum. Prandaj lutim Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura që të na forcojnë këtë besim, sepse kjo është rruga e vetme e shpëtimit dhe hyrjes në xhenetet e begatshme në ditën e gjykimit. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Warda Allahumma an arbatil khulafa'i matil hunafa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sa'ir as-sahabati ajma'in.